Unë e prezentova datën 16 maj si datë në cilën gjoja u liru profesori, megjithatë është data e rrëmbimit dhe zhdukjes me forcë të profesorit Këshinhotit. Nga ata të cilët kishin rrëmbyer me forcë për vite, ndër vite lirinë e profesorit, por edhe lirinë e popullit tonë. Po edhe pas 27 viteve, përkundër përpjekjeve të vazhdueshme, fati dhe vendodhja e profesorit mbeten ende të pandriçuara. Dhe në këtë pikë më duhet me theksu të faktin me që jemi këtu para studentëve, që mungesa e tij vazhdon të mbetet plagë e hapur mbi gjitha këtë rast për familjen, por edhe për tek studentët që gjithmonë e kujtojnë si një mendje e rrallë, por edhe tek shoqëria e komuniteti, e shteti, cilët humbën një zë të dijes dhe dinjitetit. Por prap me që jemi të kjo pjesa, po e them pak më emocionale, në rastin e profesorit unë gjithmonë citoj tash ndjerin shkrimtarin Ismail Kadare, i cili në atë komunikimin përmes hekrave ose bisedë përmes hekrash me profesor Këshinhotin, në përmbyllet të kësaj përmbledhje thotë që çfarë do të qoftë trajta e tij trupore, guri ku mbështet kryet, ose simbolesa si për ti, shpirti i tij është i paprekshëm dhe i lirë. Dhe ai shtjellet temi plot dhe nga njës në vetë lirinë e Kosovës.